ose dënim të përjetshëm për një jetë që ka fund. Dy jetët, njëra është e përkohshme, tjetra e përtejmja është e përhershme. Pyetjes do t'i gjejmë përgjigje nëse e kuptojmë lidhmërinë mes tyre, lidhmërinë kushtëzuese. Njeriu në këtë jetë të përkohshme vepron, siguron, fiton, investon, ose edhe mund të humbas, mbetet në zgjedhjen e secilit, të bëjë të mirën apo të keqen. Zoti i plotfuqishëm me drejtësinë e tij na e ka përshkruar edhe shkakun edhe pasojën, edhe punën, veprimtarinë, edhe rezultatin. Prap na ngjelet neve të zgjedhim cilën po dojmë të marrim, edhe cilën duam ta fitojmë. Nuk i dërgon Allahu i madhëruar njerëzit në skëter kot së koti. Madje nuk i dërgon pa i bërë të gjitha arsyetimet e mundshme. Jo se sovrani i gjithësisë ka nevojë të arsyetohet, por thjesht njeriu nuk do t'i lëj në gjykimin absolutisht më të drejtin të botës së përtejme. Nuk do t'i lëj as minimumin e hapësirës që ai të gjej justifikim për të thënë nuk e kam ditë, ose ka qenë kundërshtim me natyrën time, me dëshirat e mia, e kam patur të pamundur, nuk kam arritur dot e kështu me radhë. Dhe kur e shohim se vërtet fitimi ose dështimi një mend janë të përhershëm dhe të amshueshëm për botën tjetër, e kuptojmë se jeta e kësaj bote ka vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme. Më e rëndësishmja që duhet të thuhet këtu është fakti se ato janë shanse dhe raste e mundësi të papërsëritshme. Andaj, kur e njohim Zotin më së afërmi, e kuptojmë se mëshira e tij e ka të i kaluar zemrimin. Mirësia e tij e ka të i kaluar drejtësinë. Nëse ndëshkon me drejtësi, ndërsa nëse fal, ndjen apo edhe shpërblen, atë e bën me mirësi. Dhe njeriu nuk do të përfundojë në skëter dhe në dështim, përveç se me dëshirën dhe insistimin vetanak. Allahu i madhruar gjatë gjithë historisë njerëzore i ka thirrur njerëzit ka mëshira e tij, vazhdimisht ka dërguar profet, të cilët kanë folur, të cilët kanë dhënë shembull praktik, të cilët janë angazhuar që njerëzve t'u angjallin shpresat edhe atëherë kur kanë gabuar. E kemi një përgëdhelje hyjnore, të formuluar me fjalë në një citat kuranor, ku Allahu i madhruar i fton ata të cilët kanë gabuar, dhe jo vetëm, por ata të cilët e kanë tepruar me gabime. Thuaj, o ju robërit të mi, të cilët e tepruat me gabime. Mos e humbisni shpresën në mëshirën e Allahut, se Allahu i fal të gjitha mëkatet. Pra, nëse ndonjëri ka përfundim të keq në botën e përtejme, atëherë nuk është Allahu ai i cili e ka çu atje, mirë po është vetë njeriu ai i cili e ka zgjedhur një gjë të tillë. Thot Allahu i madhruar në një ligjërim të cilin e përcjell profeti i dërguari Allahut Muhamedi, paqja dhe bekimet qofshin mbi të, e që nuk është Kur'an gjithsesi, thot o biri i Ademit, nuk do të përballeni me gjë tjetër në botën e përtejme përveç se me veprat tuaja. Andaj, ai i cili gjen mirësi, le ta falenderoj Allahun, ndërsa ai i cili e gjen atë tjetrën, mos ta fajsoj askënd përveç vetës së vet.